Atëherë, çfarë po ndodh realisht me procesin e vizave në Shtetet e Bashkuara dhe pse ka kaq shumë vonesa për refuzime në kohët e fundit? Nuk jam I sigurt të arsye pse ka vonesa, por për sa përket vizave siç e vini ka një executive order si të ndëshkoj disa shtete si qytetarë të shteteve si siç presidentit të Shtëpisë së Bardhë kanë përfituar benefite në fikuar për 4 me shtetet amerikane. Veçanërisht po flasim për benefite si food stamps dhe benefitet e mjekësisë, në Amerikë mjekësia kushton shumë, dhe shumë qytetarë të shteteve ku kanë në viza turistike kanë për shembull lindur fëmijë në Amerikë, kanë pa operacione dhe gjëra, kanë marrë të drejta si përkatësi taksat paguese amerikan dhe jo atyre. Dhe shteti amerikan po tregohet shumë agresiv ndaj këtyre shteteve dhe siç e vini I ka pezulluar dhe aktualisht vazhdojnë të jenë pezulluar me lëshimin e immigrant vizas, pra green card për këto qytetarë. A është bërë më vështirë sot të fitosh Diversity Visa Lottery krahasuar me vitet e kaluara? Nuk jam I sigurt për këtë, por pas diskutim presidenti ka folur në vite si do ta ndeshkojnë si program dhe është munduar ta realizojë krejt. Por në kemistrimin tim nuk ka ndryshuar parimisht as edhe një gjë në falet në krahasim të kaluar, por Amerika nuk e shef mas që ka parë si një mënyrë të mirë për të pruar imigrantë, sepse besoj se kjo administratë nuk e ka të qenë të vëmendjes, përkundër si komandohen ta shkatërrojnë ose ta hiqin si program. Cilat janë disa nga problemet më të shpeshta që hasin shqiptarët veçanërisht me dokumentat dhe në rastin që ata I kanë plotësuar kushtet, për shembull? Flasim për green card-a? Po. Në momentin se një person ka përfituar green card-ën, nuk ka se ka një problem në lidhje me, vetëm mund të flasim për ambientimin në Amerikë, por nëse flasim për pjesën para se të marrë green card-ën, njëra për gjëra është për shembull të jenë të punojnë me njerëz të kualifikuar për të mbledhur dokumentet, sepse shumë herë ka lloj në them kështu pseudo specialista si napin informacione dhe nuk janë të përgatitur dhe kur kanë gabime në proces pastaj zgjidhet apo më shumë. Pra këshilla ime është të punojnë me avokatën ose avokatën të licencjuar ose me njerëz që kanë eksperiencë të gjatë në fushën e migracionit, të provuar, si punojnë në Amerikë dhe e kuptojnë legjislacionin amerikan si ndjekin në mënyrë më të mirë në procedurat e tyre. Pra mos I besojnë në personat e kafene apo kështu. Përgjithësimi këtu, po personat që vinë në Amerikë për herë të parë, çfarë duhet të presin edhe me çfarë përballen këta shqiptarë kur vinë për herë të parë në Amerikë? Si zakon varet të specifikisht individja ka familje në Amerikë, ka mundësi ekonomike, ka shkollim, ka guxim punë, imigracioni është I rënd kur nuk ke mbështetje, kështu që është një shumë gjëra varet tek individi. Por Amerika në përgjithësi është një vend ku ka 4% populasi, pra populacia është shumë e vogël, ka mundësi punët ka. Jo vetëm nuk është punë që do të gjash punën më të mirë o punën e ëndrrave, por një punë për të jetuar një vit mund të gjash. Po diskutim ata si flasin anglisht e kanë shumë më rahat të integrohen në shoqërinë amerikane dhe me njerëz në shoqërinë shqiptare anglisht është po të që diçka si sidomos një klasë dhe në veçanërisht në New York me parasitur në shtëpi financiare si banka, consulting firms, kështu kanë të kur shqiptarë si ishin shumë të rinj, ishin shumë pak vite në Amerikë dhe kishin goxha në pozicione të larta në këto kompani dhe kjo ishte fakti se ata flasin anglisht mirë, përveç normalisht ka green card ose vizat përkatëse për të punuar në Amerikë. Po, disa gabime që bëjnë shqiptarët kur aplikojnë për viza amerikane?
Një rregull është që besoj njerëzit që nuk janë të specializuar në fushën e migracionit. Ka shumë seksier në komunitetin tonë, ka shumë njerëz që mund të kenë marrë një procedurë për ata 15 vite dhe flasin me mbi një plot si çka kanë bërë ata 15 vite dhe fillon të vazhdon të punojnë ose të funksionojnë në 2026. Legjislacioni i migracionit veçanërisht jo vetëm në këtë administratë e kaluara ndryshon pothuajse javë pas jave, ndonjëherë tonë ditë pas dite, sepse këtu në Amerikë kemi edhe sistemin e common law, pra një vendim gjykatët mund të ndryshojnë legjislacionin dhe vetëm avokatët që punojnë për ditën të çështje dhe la kanë të kualifikuar të japin një opinion të mirë ligjor. Pra kjo është një gabim që kam parë. Edhe problemi tjetër është ekziston një idealizim të çështjeve të azilit politik, si unë nuk mendoj janë marrë që nuk janë marrë të vlerëshme në mënyrë imigrimin në Amerikë, nisëm se Shqipëria ka ndryshuar si shtet. Raporti i Departamentit Shtetit për Shqipërinë ka ndryshuar. Amerikanë po vinë turista në Shqipëri dhe shohin që Shqipëria ka si me gjitha problematikat e korrupsionit që do ketë në shkallë lartë të shoqërisë shqiptare që nuk i mohoj, por në fundit ajo procedurë nga kjo administratorët e kaluar në ka filluar të degradohet, përdorur shumë të kaluar nga shqiptarët. Dhe më vjen shumë keq se po shoh akoma një pjesë të madhe shqiptarëve si po mundohen të përdorojnë këtë procedurë, po ndëshkohen nga raporte, pasin çështje mas çështjeve në gjykatë dhe New York, mas i shpenzojnë shumë para dhe sakrifikojnë shumë vite pa familjen e tyre. Përveçse më thonë të bëhet edhe interneti AI në mundësi njerëzit të kanë një studim po them shumë superficial të mundësive të migracionit, të shohin një nga ato 100 vize që në Amerikë të përputhen të përdorin ato mekanizme siç i përdorin italianët, gjermanët, francezët, problemet e mundësive tjera evropiane. Po në lidhje me bashkimin familjar, ka filluar procesi që të ketë më shumë probleme në zgjatje apo në më shumë kërkim dokumentash? Unë veçanërisht nuk punoj me këto ditë, por kam një avokat në zyrë dhe ata po më thonë për në Shqipëri aktualisht po bashkimet po vazhdojnë, dhe më thonë intervistat po bëhen, përse çështjet po procetohen, por nuk po jepet vendimi. Pra aktualisht një person që është në këtë tip procedure do të marrin intervistën, do të shkojnë në intervistë, nëse do shkojnë diçka të rregull, do i jepet një letër se një vendim do merret. Në këmbështimin tim, administrata, më kanë thënë edhe parë, kjo është një urdhër jo konstitues, por administrata po e bën këtë për një kohë të caktuar, për një kohë të shkurtër, sa të krojë një sistem si të po të kështu të filtrojnë, sistemi i parapritur këto njerëz si kanë ardhur në Amerikë edhe me green card, pa paguar në një klasë të kaluarën, dhe në momentin e parë të marrin varës të shtetit të buxhetit amerikan. Pra unë nuk e di se çfarë do bashkë të amerikan, por besoj se do kalojnë shumë kohë para se do ketë një zgjidhje, sepse për ndryshe kjo do të rrezohet ka që ka konstituese të mbledhur grupet. Po lidhe me intervistën e ambasadës, çfarë do dinë aplikantët për të mos u refuzuar dhe a është rritur nga ana e Shteteve të Bashkuara kontrolli dhe verifikimi i aplikantëve? Është një përmas të gabuar, si pas përpara duhet të punoj me një profesionist që i besojmë, pra të gjejë një avokat, një person që është licenciuar me praktikuar ligjin e Amerikës, sidomos një avokat që është specializuar në fushën e migracionit, dhe të përgatisin para se të shkojë në intervistë. Për shembull, një gabim në vite si bëhet, kur shkon kërkoj një vizë për turizëm, dhe pastaj personi ka mendim të shkojë atje për shembull si student ose si biznesmen, edhe kërkon vizë turistike, kjo nuk është viza e duhur, pra duhet si të kërkojmë një vizën për arsye se po shkojnë, ose po shkojnë, një person po shkojnë për punë, mos shkojnë me vizë turistike, të kërkojmë vizë të punët. Dhe të kuptojnë diferencën midis non-immigrant dhe immigrant visa. Normalisht që të marrë një vizë non-immigrant, pra një vizë të koshme në Amerikë, nuk mund të thosh ambasadorit që unë kam konsulit e pasë të Amerikë, unë kam dëshirë të shkojnë në Amerikë. Ky është timi të mështë të punën me avokatët të licencuar, si ligji në drejtë të mbrojnë këto raste.